Kryeministri Edi Rama ndodhet në Spanjë ku po zhvillon një vizitë zyrtare me ftesë të homologut të tij Pedro Sánchez. Gjatë qëndrimit në Barcelonë, ai ka marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare të fokusuara te forcimi i demokracisë. Në kuadër të vizitës, Rama dhe Sánchez janë takuar dhe kanë diskutuar mbi thellimin e bashkëpunimit dypalësh, si dhe mbi çështje me interes të përbashkët në arenën ndërkombëtare. Takimi i tyre vjen në një moment kur marrëdhëniet mes dy vendeve konsiderohen në një fazë shumë pozitive. Kryeministri ka marrë pjesë gjithashtu në mbledhjen e 4 të samitit në mbrojtje të demokracisë, ku janë mbledhur liderë nga vende të ndryshme për të diskutuar sfidat aktuale demokratike. Në këtë kuadër, ai ka zhvilluar edhe takime të tjera, përfshirë me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Gjatë vizitës, Rama u ndal edhe në një aktivitet me përfaqësues të biznesit në Katalonjë, ku theksoi se Shqipëria po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje nga turistët spanjoll, veçanërisht nga të rinjt, duke e cilësuar këtë si një tregues të forcimit të lidhjeve mes dy vendeve.